Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Orlan Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Shërbimi sekret dhe zbulimi janë asete kombëtare në çdo regjim apo qoftë ai diktatorial, por edhe demokratik. Po si ka funksionuar shërbimi sekret dhe zbulimi në kohë të ndryshme, veçanërisht gjatë regjimit komunist? Unë kam një personazh për zemër që i ka shërbyer për Shqipërinë edhe gjatë regjimit komunist, edhe në këtë formë demokratike që ne po jetojmë, pra në tranzicion. Quhet Hajro Limaj dhe së fundi ai ka nxjerrë një botim, një libër, për mendimin tim, unë jam nga të parë që kam lexuar, Lufta e ftohtë dhe Shqipëria, për veprimtarinë e zbulimit shqiptar dhe shërbimit sekret shqiptar. Por si ka funksionuar ky shërbim gjatë regjimit komunist që ne e kemi dënuar me forca të regjim? A ka qenë ai në shërbim të interesave kombëtare apo e kundërta? Hajro Limaj kam kënaqësinë ta kem sot në intervistë dhe do shpjegoj gjëra gjatë për historinë e shërbimit sekret shqiptar, po veçanërisht të zbulimit të ushtrisë. Hajro Limaj, faleminderit që pranuat këtë ftesë, me të vërtetë shumë interesante. Ju faleminderit, unë juve. Si fillim unë doja të thoshe që do të prezantoj si oficer madhor i ushtrisë, ish atashe ushtarak i Shqipërisë në Ankara, ish oficer zbulimit të ushtrisë me shumë detyra të larta, me gradën kolonel, por edhe një analist të media me shkrime, po veçanërisht kam pasur unë kënaqësinë dhe nderin që të kem analist në emisionet e mia të dikurshme. Po ti ke bërë një pauzë dhe kjo pauzë besoj justifikohet me këtë libër të mrekullueshëm që unë jam ndër të parët që e kanë lexuar. Zoti Limaj, kishte ndonjë arsye të veçantë që ju u bët pjesë e shërbimit sekret dhe zbulimit dhe sot ju arrini të shkruani një libër të plot për këtë që veprimtarinë tuaj? Duke qenë se gjithë jeta jonë ishte në dispozicion të sigurisë dhe mbrojtjes kombëtare, dhe duke qenë si një aktor i zbulimit strategjik 9 vjeçar jashtë shtetit, dhe pastaj nga inteligjenca ushtarake në diplomacinë ushtarake në vitet 94-2001 në Turqi, dhe si analist i vazhdueshëm me instituti që kam për problemet e politikës sigurisë dhe mbrojtjes kombëtare, duke parë qëndrimet e shumë të ashtuquartëve shkencëtar që paguan nga taksapaguesi shqiptarë, nga disa gazetarë të cilët të gjithë veprimtarinë e tyre kanë përqendruar në mohimin e asaj epoke, deri në luftën nacionale shqiptare duke shtruar 3 probleme shumë të mëdha. Prandaj kapitullin e parë të librit ja kushtoi lufta e dytë botërore dhe pozicioni i Shqipërisë, në të cilën argumentoi që pozicioni i Shqipërisë në luftën e dytë botërore ishte pozicioni më i mirë të cilës solli pavarësinë, sovranitetin dhe shtetin e parë shqiptar. Në atë periudhë lufte shërimtare, natyrisht kishte edhe përplasjet e brendshme midis forcave politike që ekzistonin në Shqipëri. Por zhvillimi i luftës ka dy pushtuese të huaj, italian dhe gjerman, bëri ndarjen përfundimtare në raportet me këto forca politike. Dhe, fatmirësisht duke punuar në arshiv, unë ka qenë gjetur dokumentet reale që dërgonte generali angles nga Shqipëria Ministrisë Jashtëve të Anglisë, ku thot duhet të shkëputim marrëdhënien me ballin kombëtar, për arsye se balli kombëtar është me General Davis. Është bashkuar me pushtuesit nga të cilët armatoset dhe na kanë bllokuar rrugët. Ndërsa, vetë konsulli gjerman i shkruan qendrësia, bashkëpunimi jonë me ballin kombëtar është realitet, të cilat janë të dokumentuar në libër. Ashtu si dhe shumë informatorë të tjerë nga Shqipëria vërtetonin që për luftën nacionale shqiptare po vazhdonte vetëm krau komunist, por nuk ishte problem komunist, për që vazhdojnë luftën shqiptare, nësa pjesa tjetër, pjesa e ballit kombëtar negative, u bën pjesë e pushtuesit dhe si rezultat e kësaj, me përfundimin e luftës, ata u arratisën dhe braktisën dhe unë. E dyta,
trajtohet problemi i luftës civile. Gjatë luftës nuk ka luftë civile, thot Konventi i Vjenës. Kur një shtet është i pushtuar, e keni në libër, nga një ushtri e huaj, lufta bëhet për të çliruar nga pushtuesi, nësa konfliktet e brendshme janë kalimtare, por nuk mund të sjellë luftë civile. Pra, ashtu si përpara thonë përfaqësues të huaj ushtarak Shqipëri, Konventi i Vjenës e përcakton ligjërisht që nuk mund të ketë luftë civile në një vend që pushtuar nga të huaj, se lufta kryesore lufta ka qenë të huajve. Po element luftë civile ka pat 1907, sepse nuk ishin pushtim të huaj, po kishin luftë të brendshme midis forcave politike, e cila solli pasojë të mëdha. Ajo është komplet luftë civile. Pavarësisht disa thonë jo, po Konventi i Vjenës kush lexon i ka tepër të qarta përcaktimi kush luftë civile. Po element të luftës civile kishte zoti Lymaj? Të vrasësh tradhtarin kur ai bashkëpunon me të huajin në gjithë vendet e botës nuk është luftë civile. Po me çeu që vrava ata në Lushen, ata nuk ishin bashkëpunuar me gjermanët. Ajo nëse është e tillë, përse institucionet përkatëse ose njerëz të interesuar nuk kanë çuar çështjen në gjykat, siç e çoi Raman Pellakov, Beqir Ballukun, Hito Çakon dhe Petri Dumen, dhe gjykata vendosi që ka qenë dënimi i padrejtë dhe u ktheu të gjitha mbretërit e tyre, pra është vetëm gjykata ajo që duhet vërtetojë pafajësinë e njerëzve të cilët kanë marrë këtë dënim. Me iluzione e me dëshira dhe me këtë fare nuk mund të gjykojë askush. Gjykata duhet ta vërtetojë. Vetëm gjykata. Prandaj si do të thonë që familjarët e tyre duhet ta çojnë gjyq? Njerëzit ashtu siç djalët e Mesekos mua më shkruan nga Amerika dhe më kërkon dhe të kam po bëj librin e dytë tani personalitetit zbulim ushtarak, ku Temeseko që drejtoi zbulimit dhe një nga akuzat e mëdha ishte veprimtaria atje në zbulim, i thash, e vetmja zgjidhje është çuarja e dosjes në gjykat dhe ashtu si veproi Raman Pellaku, nxori të pafashëm veten e tij dhe 32 të mbrojtjes akuzat pa drejtë. E kuptova. Tani, vinte ajo që quhet më e rëndësishme për ty. Unë më ka bërë përshtypje tek kjo pjesë, duhet ta citoj Mikado Shako Hoxha, edhe ky një oficer i lartë madhor i ushtrisë shqiptare me shumë vlerësime, i cili shkruan sepse ky libër, thot Mikado Shako Hoxha, është